Qytetarë të qarkut Fierit, që pavarësisht terrorit në të gjitha drejtimet, qëndruan dhe zgjollën alternativën më të mirë për Shqipërinë, sonte nuk kam asnjë koment tjetër. Mirënjohje dhe vetëm mirënjohje. Faleminderit. Do mbaroj procesin Ishte pra drejtuesi politik I qarkut të Fierit për Partinë Demokratike Gazmend Bardhi, I cili prononcua, por ndërkohë anesti kanë mbritur drejtues të tjerë pra në këtë takim të Sali Berishës, pra siç thamë me drejtuesit politik në Qarqe dhe drejtuesit e shtabeve. A ka pasur reagime nga drejtues të tjerë? Po, zoti Bardhi sapo hyri ku dha komentin e tij, ku deklaroi se ka vetëm mirënjohje për ata demokratë që votuan Partinë Demokratike, ndërkohë sa I përket përgjegjësive tha se do të pres deri në fund procesin. Të njëjtën linjë kanë qenë disa prej drejtuesve të tjerë politik të Partisë Demokratike, ku I pari që ka hyrë ka qenë Edi Paloka, që ka qenë I deleguar në Tiranë, në një prej zonave të Tiranë, ku edhe zoti Paloka deklaroi se zgjedhjet u vodhën dhe përgjegjës duhet të jetë Rama. Nga ana tjetër edhe Xhelal Mziu ishte në të njëjtën linjë, ku deklaroi po ashtu se edhe në Dibër ka pasur terror nga bandat dhe vjedhje masive të votave, ndërkohë një mendim ndryshe kishte Klevis Balliu, ku gabimin tha se duhet ta shohin edhe tek vetë demokratët dhe duhet kjo kohë duhet shërbej edhe për reflektim. Por për më shumë juftoj të ndiqni disa sinkron të shkëputura nga deklaratat e tyre. Momentet I ka bërë kryetari I partisë, do keni kopjerën. Si një nga drejtuesit e partisë. Po Rama ka përgjegjësi Rama? Rama ka përgjegjësi. Rama ka përgjegjësi që I volli apo kemi vetëm ne përgjegjësi? Se vetëm ju jeni media që përgjegjësinë nuk e shihni ke ai duti, po e shihni ka ai që vidhet. Premtuesi nuk do vidheshin më zoti Paloka. Do flasim dhe për këtë. Premtuar që nëse Rama do ishte kryeministër, do largoheni, do e jepni dorëheqjen nga mandati juaj. Nuk besoj se do përgjigjen që të jep flamuri apo jo. Do ta mbledhni Këshillin Kombëtar zoti Paloka si kryetari I Këshillit Kombëtar? Ja, po nuk ka problem për humbjen e zgjedhjeve? I vjedhi Rama. Nuk kemi ju si përgjegjësi, vetëm Rama ka përgjegjësi? Përgjegjës do të shkoj Hajduti I vjedhjes votave. Nuk do I vidhi më votat Rama. Pse ç'a jemi kështu bodyguardët, ne kemi dalur për të bërë fushat, ne kemi dalur për të bërë fushat. Nga humbjet e tjera zoti Mziu. Shkoni nga humbja në humbje. Po nga humbja në humbje kur përdor paratë e krimit dhe të korrupsionit dhe shkon e blen një vot 300 euro, çfarë do të bëjmë ne? Jemi bodyguardët, kur policia vjet në shërbim të ndarjes parave, kur prokuroria nuk reagon kur ne I kapim me para, kush e ka fajin? Detyra juaj është të mbroni votën, ju keni Gojë të bandave, Partia Demokratike fitoi. Në Kavaj po ashtu. Në Kavaj po ashtu. Po në Kavaj po t'jap një rast, në Kavaj ne drejtojnë demokratët. Nuk ka patronazhist. Në Fushkruj. Në Fushkruj të dy grupet kriminale sot janë brenda. Mirdit dhe Kurbin. Po pra, kështu që janë paratë banda numër 1 është Edi Rama, nuk janë grupet kriminale. Ajo është banda. Faleminderit. Zoti Balliu. Kemi një koment Për humbjen e radhës në qarkun e Tiranës? Si nga drejtuesit politik? Besoj që patjetër që edhe ne duhet shikojmë veten tonë, po nuk duhet të shpërqendrojmë vëmendjen nga zgjedhjet e xhabapëve. Mendoj dhe ju bini dakord me mua. Çfarë do të bëjë Partia Demokratike përballë kësaj situate, sepse është situatë e përsëritur zoti Balliu. Pra nga humbja në humbje dhe ju vetëm se ndryshoni justifikimet. Nuk mendoj që xhabaftët janë justifikim, por mendoj që janë fakt. Thash edhe një herë, dhe ne duhet të shikojmë ku çalojmë në këtë proces, por nuk mund të shikojmë gjërat e vogla përpara gjërave të mëdha, që është një humbje e cila besoj të gjithëve na prek sot, sepse kemi përballë po të njëjtët njerëz. Ju e pat pas zgjedhjeve, vendimi I parë që u mor është që Olta Xhaçka shpëtoi. Faleminderit. Mirë, kemi dëgjuar deklaratat të disa prej drejtuesve politik të qarqeve apo drejtuesit e shtabeve. Pyetja e fundit Anesti është kush pritet të vijë tjetër pra në këtë mbledhje në Seli Berisha ka mbritur apo ndodhet gjatë gjithë kohës në Selinë e Partisë Demokratike? Jo, zoti Berisha ka qenë ditën e sotme në Selinë e Partisë Demokratike, ku mbajti dhe konferencën, më pas është larguar pas 20 dite dhe ka ardhur I pari në zyrë para më shumë se gjysmore ka zoti Berisha që ka mbritur në Selinë e Partisë Demokratike, ndërkohë presim edhe disa prej drejtuesve të tjerë të qarqeve dhe disa prej antarëve të shtabeve, të cilët do të jenë të pranishëm të mbledhje dhe kemi ende sinkrone apo deklarata për të marrë nga drejtuesit politik të Partisë Demokratike.
Mirë, falenderoj për të raportim të fundit Anesti Bajramemaj.